Atëherë surpriza e këtij sezoni arkeologjik në Bazilikën e Paraqesan në jashtëmurët e Elbasanit ishte zbulimi i një mozaiku të fazës së parë, pra më i hershëm sa i fazës së dytë të zbuluar në monument. Dhe sigurisht përveç pjesës artizanale të saj që është një cilësi shumë të arrirë, kemi një skenë në zonën më të shenjtë të bazilikës, që është zona e apsidos, skenën e Eukaristisë. Kemi dy pallonjë që pinë gjakun e Krishtit në kantarosin, që është skena qendrore e mozaikut, si dhe dy mbishkrime shumë interesante që tregojnë për dhuruesit, kush kanë qenë dhuruesit e këtij paneli mozaiku. Njëra nga dhurueset është Euridike, që është një diakonesh në atë kohë në komunitetin e Skampisit, pra shërben në klerin e kishës, dhe personi tjetër është Victorinus, që nuk e përmend çfarë roli ka pasur në komunitet, po certësisht tregon që ka pasur mjaftueshëm të ardhur për të dhuruar një gjë në kishën Paraqesan të jashtëmorët të Skampisit. Po ashtu duhet përmendur fakti që mozaiku është një mozaik polikrom, pra shumë ngjyrosh, me tesra të mbi 4 mm, që i përkasin teknikës opus tessellatum, dhe po ashtu pjesa tjetër e paneleve të zbuluara është në zonën e sanktuarit, ku kemi një panel me luspat e peshkut, që po ashtu simbolizojnë Krishtin, dhe një panel me gjethet e hedras që tregojnë që simbolizojnë pjesën e jetëgjatësisë të besimit dhe integrimin e besimit në shpirtin e njeriut në komunitetin krishtërinjë të hershëm në Elbasan. Po ashtu edhe skena e Eukaristisë simbolizon skenën e përjetësisë. Çdo simbol lidhet me shkrimet e shenjta që janë në Bibël, pra simbolika dhe pjesa artizanale e pasurojnë këtë kishë tashmë më tej si në veprën artistike edhe në botën spirituale.